kjo që bëhet sot publike si një nisëm e re dhe e koordinuar nga Ministri i Pushtetit Vendor, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe AKEP-i së bashku me njësitë e Pushtetit Vendor, Bashkitë e Vendit, është një nisëm që vjen në kohën e dur dhe që kërkon një organizim dhe një disiplinë të fortë për të kryer me sukses, për gjitha ato arsye që i tha më së miri Ministri i Pushtetit Vendor dhe mbi atë bazë që bëri shumë të qartë dhe Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë. Është tani më plotësisht e mundur që të pastrojmë qytetet tona nga gjithë ato fije plastike, merimangash, të një kohe e cila ka pasur pasojat e veta në vazhdën e një zhvillimi që po ashtu ishte i domosdoshëm, dhe faktikisht, siç e tregon edhe inventari i bërë, pjesa dërmuese e këtyre kablove janë pa funksion. Janë pa funksion, por qëndrojnë aty tërësisht si një shenjë e harresës edhe e mungesës së vëmendjes. Duke qenë se këtu gjërat u thanë për sa i përket këtij problemi dhe kësaj nisme, unë dua të përfitoj nga rasti që të ndaj në prani të kryetarëve dhe kryetarëve të bashkive edhe një tjetër nisëm të një përmase shumë të madhe dhe të shtrirë në një sër drejtimesh me natyrë strategjike për komunitetet e vendit, të cilën do ta lançojmë publikisht në një konferencë të Pushtetit Vendor në 10 ditëshin e parë të korrikut. Bëhet fjalë për programin e ri kombëtar të rilindjes urbane 2.0, një program i cili po përgatitet nga institucionet dhe në dialog me bashkitë, nën kujdesin, udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e Ministrit të Pushtetit Vendor, zotit Demo. Është një program i cili synon të adresojë disa element të cilët tani më i ka ardhur koha të marrin një drejtim shterrues. Spari të adresojë të gjitha pjesët e mbetura të sistemit pra të mbetura të pa investuara, dhe janë disa pjesë të cilat ndryshe nga çfarë hidhet e spërdridhet në diskursin e përditshëm negativ, janë në fakt më pak, shumë më pak se sa pjesë të investuara të sistemit të ujësjelljes kanalizimeve. Dhe pikërisht për këtë, programi do të adresojë nevojën për të bërë një ndërhyrje gjithëpërfshirëse dhe për t'i dhënë përgjigje edhe atyre nevojave të mbetura të pa adresuara nga segmentet akoma të munguara të rrjetit përgjithshëm të ujësjelljes kanalizimeve.